Migrimi ka kontribuar në reduktimin ndjeshëm të popullsisë në zonat rurale dhe në qytetet e vogla të Shqipërisë. Largimi i të rinjve ka përshpejtuar procesin e plagjes demografike dhe zvogëlimi i popullsisë aktive ka ndikuar në dobësimin e tregut të punës. Migrimi ka ndikuar në transformimin e strukturës demografike të Shqipërisë. Migrimi i brendshëm ka rritur presionin urban në qytetet kryesore të vendit. Riorganizimi i vendbanimeve ka ndryshuar shpërndarjen hapësinore të popullsisë në shkallë kombëtare. Shumë vendbanime rurale dhe qytetet e vogla po përballen me braktisje të banesave dhe degradim të infrastrukturës. Reduktimi i popullsisë ka dobësuar ofrimin dhe funksionimin e shërbimeve publike në zonat rurale. Sistemi arsimor është ndikuar nga rënja e numrit të nxënësve dhe studentëve. Humbja e popullsisë ka sjellë dobësim të strukturave sociale dhe traditave lokale. Braktisja e vendbanimeve ka çuar në humbjen graduale të trashëgimisë kulturore dhe identitetit lokal. Migrimi ka ndikuar në fragmentimin e komuniteteve tradicionale. Shumë tradita dhe zakone lokale po humbasin në zonat e braktisura. Proceset migratore kanë krijuar sfida afatgjata për planifikimin territorial dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Të rinjt duhet të angazhohen dhe të kontribojnë me njohuritë, aftësitë, energjinë dhe kreativitetin e tyre për zhvillimin e qëndrueshëm të Shqipërisë, duke forcuar ekonominë dhe komunitetet lokale. Pjesëmarrja e tyre profesionale dhe krijimi i mundësive në vend siguron rritje, stabilitet dhe zhvillim afatgjat për vendin. Bashkëpunimi, inovacioni dhe iniciativat e tyre fuqizojnë strukturat sociale dhe nxisin zhvillim të qëndrueshëm.
cut you in.